Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka sinjalizuar një qasje kritike ndaj përpjekjeve të administratës Trump për të kufizuar shtetësinë e fituar me lindje në tokën amerikane. Gjyqtarët kanë shfaqur shqetësime serioze mbi pasojat e mundshme të zbatimit të një urdhri ekzekutiv që parashikon mohimin e shtetësisë automatike për fëmijët e lindur nga prindër që ndodhen në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme ose të përkohshme. Urdhri nënshkruar nga Trump në fillim të mandatit të tij të dytë presidencial bie ndesh me një precedent historik të vitit 1898 kur Gjykata Supreme kishte interpretuar amendamentin e 14 si një garanci për shtetësinë e lindur në SHB. Ndërsa gjykatësit dëgjuan apelimet e shpejta të administratës për të anuluar vendimet e gjykatave më të ulta të cilat e kanë pezulluar përkohësisht urdhrin, mbeti e paqartë se në çfarë forme mund të jepet një vendim përfundimtar. Megjithatë, shumica e anëtarëve të trupit gjykues shprehen rezerva ndaj mundësisë që shtetësia të mohohet atyre që kanë lindur në Shteteve të Bashkuara, pavarësisht statusit të prindërve. Kjo është vetëm një nga disa çështje të lidhura me emigracionin që po trajtohen në instancën më të lartë të drejtësisë amerikane. Në shqyrtim janë gjithashtu përpjekjet e administratës për të përfunduar lejet humanitare për qindra mijëra qytetar nga vende si Kuba, Haiti, Nikaragua dhe Venezuela, si dhe praktika për dëbimin e menjëhershëm të personave të lidhur me grupe kriminale. Analistët vlerësojnë se vendimi i Gjykatës Supreme pritet të formsojë trajtimin ligjor të emigracionit për vitet në vijim, në një klim politike gjithnjë më të tensionuar.